Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, GKKO, ka dhënë një vendim kapitullues për një nga emrat më të njohur të botës së biznesit në Shqipëri, Rezar Taçin. Ish manjati i naftës është shpallur fajtor për përfshirje në një skem komplekse të pastrimit të parave, e cila kishte si qëllim qarkullimin e miliona eurove të dyshuara si pasuri të mafias italiane në llogaritë bankare shqiptare. Trupi gjykues e gjeti Taçin fajtor për 2 akuza të rënda, ato të pastrimit të produkteve të veprës penale, për të cilën u dënua me 11 vite burgim, si dhe për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, që i shtoi edhe 2 vite të tjera dënimit të tij. Megjithatë, në bazë të parimit të bashkimit të dënimeve, GKKO vendosi që dënimi përfundimtar për biznesmenin të jetë 11 vite heqje lirie. Hetimet e organit të akuzës zbuluan një tentativë për të pastruar plot 18.3 milion euro, pasuri që rrithte nga aktivitetet e paligjshme të organizatave kriminale përtej Adriatikut. Ky proces gjyqësor ka qenë i gjatë dhe i mundimshëm, pasi fillimisht u desh të pezullohej për 1 vit, pasi Rezar Taçi nuk u gjet nga autoritetet për të ekzekutuar masën e sigurisë arrest në burg, duke bërë që gjykimi ndaj tij të vijonte në mungesë. Për këtë dosje voluminoze nuk është dënuar vetëm biznesmeni. Më herët, drejtësia ka dhënë verdiktin edhe për bashkëpunëtorët e tij në këtë skem, Blebar Lilo dhe Artur Balla. Lilo u dënua me 6 vjet e 8 muaj burgim, ndërsa Balla me 7 vjet e 4 muaj. Ky vendim i sotëm shënon një moment kyç në luftën kundër krimit financiar, duke treguar se as emrat me peshë në botën e biznesit nuk janë të paprekshëm kur bëhet fjalë për lidhje me rrjetet ndërkombëtare të mafias.